Zbulohet receta e gjyshes që zhduk kallot nga këmbët brenda natës, ja si ta përgatisni. Qarjet dhe lëkurat e thata në femra janë kryesisht një problem kozmetik, por mund të kthehen edhe në një gjendje të dhimbshme pasi lëkura trashet dhe formon kallo. Problemi është më i theksuar kur shoqërohet me skuqje, kruajtje inflamacione dhe heqje të lëkurës. Femrat e plasaritura mund të jenë rezultati i dehidratimit të lëkurës në atë pikë, ajrit të thatë, dietës jo të shëndetshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kujdesi jo i duhur i këmbëve, dyshemet e forta, qëndrimi i zgjatur në këmbë dhe këpucët e papërshtatshme mund të jenë disa nga arsyet. Përveç kësaj, ka edhe kushte të tjera të cilat mund të kontribuojnë në këto probleme, siç mund të jenë për shembull ekzemat ose sëmundja e tiroides ose diabeti. Ndërsa ndërmerrni hapat e duhur për të lehtësuar këto komplikacione, femrat e çara mund të parandalohen dhe të mos bëhen më një shqetësim i keq për shëndetin tuaj, duke krijuar kështu edhe një vështirësi të madhe në ecje. Ekzistojnë receta shtëpiake, të cilat nëse i përdorni si duhet mund të japin rezultate fantastike për higjienën tuaj të këmbëve. Merrni 10 tableta aspirin dhe i grini ato derisa të krijohet një plur i imët. Shtoni në të 250 ml alkool për fermentim dhe e lini së bashku për 1 deri në 2 ditë. Çdo natë zhysni një top pambuku ose garzë në këtë përzierje, por fillimisht duhet ta tundni mirë dhe më pas e aplikoni atë në themra. Mbështjellni pjesën e këmbëve me një rrip plastik dhe vishni gjithashtu një palë çorape dhe e lini të veprojë gjatë gjithë natës. Kur të zgjoheni, shplahani ato me ujë dhe i thani me një peshqir të butë. Më pas aplikoni edhe një krem me vaj për secilën këmbë. Pas 10 trajtimesh do të shikoni një përmirësim të dukshëm në themrat tuaja, duke lehtësuar kështu edhe shqetësimet të cilat mund të vështirësojnë ecjen tuaj ditore. Plasaritje në themra janë një problem shumë i përhapur, sidomos edhe prek moshat mbi të 30-tat. Për shumë persona mbetet vetëm një shqetësim estetik, ndërsa për të tjerët kthehet gjithashtu edhe në një problem të dhimbshëm. Përveç lëkurës së thatë dhe të trashur, plasaritjet e themrave shoqërohen gjithashtu edhe me skuqje, kruajtje inflamacione dhe shkëputje të ndryshme të lëkurës. Marrja e masave që në fillim mund të parandalojë që të keni plasaritje të bëhen akoma më serioze, duke shkaktuar kështu gjakosje dhe vështirësi të mëdha në ecje. Disa nga shkaqet kryesore të këtij problemi janë ajri i thatë, mungesa e një kujdesi të lëkurave të këmbës, gjithashtu një dietë jo e shëndetshme, mosha, qëndrimi për një kohë të gjatë në këmbë ose ecja me këpucët e gabuara. Në këtë video, sipas Elthsai, do të rendisim disa mënyra të lehta për t'i bërë ato në kushte shtëpie që do ju ndihmojnë në dukshëm në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe në përmirësimin më të mirë të strukturës suaj të këmbëve. Një ndihmë mjaft e mirë mund të jetë edhe përdorimi i vajit të ullirit. Vaji i ullirit është një nga hidratuesit më të mirë të lëkurës. Ai është bërë kryesisht edhe në produktet e kozmetikës një zgjedhje e parë. Prandaj nuk është të çudi që të përfshihet edhe në këtë listë. Për rezultate më të mira, sugjerohet që të përdorni gjithashtu edhe këtë metodë përpara se të flini, që të lejoni që këmbët tuaja të përthithin të gjithë elementët ushqyes. Si fillim, zhytini këmbët në ujë me pak sapun dhe lini që lëkura të zbutet. Më pas, me ndihmën e një lime për themrat, filloni dhe fërkoni me kujdes. Shplani këmbët me ujë të rrjedhshëm dhe thajini mirë. Aplikoni duart me vaj ulliri në të gjithë të dhe aplikoni më pas lëkurat e këmbëve. Mundohuni t'i masazhoni me ndihmën e duarve në mënyrë që të përmirësoni qarkullimin e gjakut. Vishni një palë çorape të pastra dhe mbajini ashtu gjatë gjithë natës kur të flini. Në mëngjes do të shikoni që lëkura juaj do të zbutet ndjeshëm. Përdorimi i limonit gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj specifik. Përbërja e acide e limonit mund të jetë shumë efektive në zbutjen e lëkurave të dëmtuara që çon në plasaritje të themrave. Mbani këmbët në një enë me ujë të vakët, ku keni shtuar lëngun e 3 limonave për rreth 10 deri në 15 minuta. Fërkoni lehtë themrat e plasaritura me lim për këmbët.
Më pas i shplani me ujë të bollshëm dhe më pas i thani ato me ujë për më tepër. Parafina mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për këmbët tuaja. Një problem tjetër që mund të lehtësojë është edhe kur keni shqetësime të tilla. Ajo mund të lehtësojë duke zbutur lëkurat e këmbëve duke nxitur rigjenerimin e tyre. Është një mundësi e mirë që mund të aplikohet në kushte shtëpie për rezultate më të mira. Problemet e thjeshta si këmbët e ftohta ose infeksionet mikotike mund të jeni një shenjë paralajmëruese e hershme të sëmundjeve të zemrës, ka paralajmëruar një ekspert. Këmbët janë shpesh pjesa e parë e trupit që preken nga problemet e zemrës për shkak të bllokimit të enëve të gjakut që furnizojnë organin, si dhe pjesë të tjera të trupit. Kur gjaku dhe oksigjeni nuk janë në gjendje të rrjedhin si duhet përmes enëve të gjakut, risku i sulmit në zemër dhe goditja në tru rritet në mënyrë dramatike. Për shkak se enët e gjakut brenda gishtërinjve janë aq të vogla, nuk kërkojnë shumë kohë që të bllokohen. Kjo mund të rezultojë në këmbë të ftohta, të mpira, të enjtura dhe të trasha. Ullëntimet kanë zbuluar se rreth 1/4 e personave të shëndetshëm mbi moshën 60 vjeçare kanë sëmundje të padiagnostifikuara të zemrës. Sipas dailymail.co.uk, duhet të tregoheni të kujdesshëm ndaj çdo shqetësimi që këmbët tuaja janë duke shfaqur. Ndaj edhe plasarritjet e tyre nuk duhet të lihen pasdore, por duhet të kërkoni vëmendje të shtuar mjekësore. Ka shumë faktorë që çojnë në plasarritjen e femrave ose çarjen e tyre, ose parandalimi mund të na ndihmojë të shmangim ato. Megjithatë, nëse femra juaj ka filluar të krijojë plasarritje, duhet të merrni masa të menjëhershme për të rregulluar problemin. Në të kundërt, problemi do të përkeqësohet dhe plasarritja do të thellohet. Kjo mund të bëjë që lëkura të hapet më plak, gjë që mund të rrisë riskun e infeksioneve dhe bakterieve, kërpullave dhe viruseve. Trajtimi me sodë buke është një antidot për femrat e çara. Soda e bukës ka veti të shumta antiseptike dhe është shumë e dobishme për lëkurën e këmbëve, pasi redukton efekte negative të ngurtësimit të ujit. Përdorimi i sodës së bukës do ju ndihmojë të keni këmbë të buta, pa shpenzuar shumë para dhe pa trajtime të shtrenjta në sallonet e bukurisë. Me përdorimin e 3 trajtimeve që keni patjetër, rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu të mira. Këmbët tuaja do të bëhen më të buta më shumë se kur. Por si ta përdorni sodën e bukës për të arritur rezultatet e shumëpritura? Gjithçka që nevojitet janë në 3 lugë sodë buke, 4 deri në 5 litra ujë. Shplaheni këmbët mirë, shpërndani sodën e bukës në ujë të nxehtë dhe futini këmbët në të për 15 deri në 20 minuta. Pas kësaj vendosni pastrimin e këmbëve në këmbët tuaja. Më pas aplikoni vazelinën dhe kremin hidratues dhe vendosni në shputa me çorape pambuku për 1 deri në 2 orë. Ju do të shikoni një ndryshim të madh që në herën e parë. Përsëriteni procedurën për 5 deri në 7 ditë dhe më pas bëni një pushim 7 ditor dhe përsëriteni edhe një herë. Bëheni saktësisht 3 trajtime. Me përfundimin e 3 trajtimeve do të keni patjetër rezultatet që keni dëshiruar gjithmonë. Këmbët tuaja do të duken më të bukura, më të shëndetshme dhe do të keni gjithashtu më pak komplikacione të tyre. Këmbët kërkojnë trajtime të mira që në kushte shtëpie mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në rigjenerimin e tyre. Nëse keni këmbë të enjtura, duhet të drejtoheni tek mjeku për të evituar gjithashtu komplikacionet dhe për të marrë trajtimet më të mira për shëndetin e tyre. Mos harroni të masazhoni këmbët tuaja më shpesh. Një nga mënyrat më efektive për këmbët e lodhura dhe të enjtura është një masazhim klasik. Nëse thjesht do t'i fërkoni, vajrat e dur do ju ndihmojnë shumë. Përdorni 3 pika vaj livando, 2 pika gjell vaj ulliri dhe përdorni një kombinim tjetër. 3 pika vaj ose flet mente dhe i përzieni në 2 lugë gjelle vaj susami. Këtë preferohet ta masazhoni në këmbë, mënyra më e thjeshtë të merrni një masazues këmbës që rrotullohet. Nëse nuk keni mjetet e duhura, mund të përdorni edhe një top tenisi. Masazhimi më i mirë për këmbët është që të bëhet zbathur, kështu që vendoseni topin e tenisit poshtë këmbës dhe rrotullojeni këmbën mbi të për 5 deri në 10 minuta. Kështu përfitimet që do të merrni do të jenë mbreslënse për shëndetin tuaj dhe do të lehtësojnë komplikacionet që ju kanosen çdo ditë edhe më shumë. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.